Prej gati 2 dekada, mungesa e ujit për vaditje është kryefjala e shqetësimeve të fermerëve të disa fshatrave në njësinë administrative Cakran. Banorët thonë se 700 hektar tokë bujqësore që dikur kultivoi me të gjitha kulturat që nga ndërtimi i autostradës Levante-Pelen, kur u pris sifoni që furnizonte me ujë nga stacioni pompimit pranë lumit Vjos. Tokat po thahen dhe fermerët i mbajnë syt nga qielli. Këtu te neve që kur u prish ekonomia, u prishën komplet me kanale, me tubacione, me pompa, me çdo gjë. Dhe kjo zonë këtu, që si kooperativ, neve punonim, jetonim me familje të mëdhaja në mënyrë të jashtëzakonshme se 12 muaj viti ne e kishim tokën jeshil. Prodhonim misër, grur, hamullor, zakonshëm, pambuk, çfarë zbenim këtu në këtë zonë? Me të gjitha. Dhe më kujtohet se kam qenë në një seminar një herë dhe kjo zonë e kooperative Cakranit 12 ditë mbante Republikën e Shqipërisë pa më vënë dorë në asnjë lloj si ashtu bange për ta ushqyer. Në 2008 edhe këteja nuk ka me ujë. Shkaku ishte prishën pompat, u prishën kanalet. Ndërtimi i autostradës? Jo, ndërtimi i autostradës prishi vetëm ata, atje ishte ajo. Sifoni, sifoni atje ishte. Por ata e prishin, thanë ta bëjnë se bën. Ajo. Apo s'ka bërë një mbikalim këtu diku në fushë të ne gjysmë e fushës na i zë autostrata. Po, hajde dhe po të na bëjnë ujt e pishëm, është kryesori. Me çfarë i vazhdisi toka tani? Tani hiç s'ka. Mbjellëm një stin, mbjellëm grur, misër po e mbollëm, po e zuri reja, s'bejmë, fala. Gjatë tjetër nuk ka. Jeni ankuar? Jemi ankuar me 100 herë. Çfarë ju kanë thënë? Do ta bëjmë. Da bëjmë. Edhe kur isha ai Mavria Nano, erdhi një herë në Cakran e ngritën problemin, do ta bëjmë, ta ndreqim, erdhën edhe këta me radhë suitat e tjera, asnjëri nuk e bëni. Filloi autostradi që u prish edhe sifoni aty. Edhe gjithë kjo zonë këtu ka ngelur pa ujë, gjim sot. Edhe njëri as kujtohet edhe s'ka për të kujtuar tu, se shumë televizione kanë ardhur për çdo gjë, për rrugë, për ujë, për çdo gjë, kur vjen puna nuk është bërë. Furnizimi i tokave i ujit. Furnizimi i ujit është problemi më i madh. Nga Lumi Vjosa. Nga Vjosa. Bile dhe pompat janë në vend pompat atje, po pavarësisht se nuk tash punoj se s'ka ujë. Ata mirë që prishin ujë, po të paktën të hidhin një sifon një tubo. Nuk ishte ai madhe e madhe, edhe vadiste zona. Ne në të tëra nga Misri, nga Jonxha. Se Jonxha një herë do bëhet. Në të tëra asnjë prodhim nuk marr neve. Ne jemi në mëshirë të Zotit, po na ndihmoj Allahu, mase do marrim. S'na ndihmoj, do rrim siç jemi. Me çfarë i vadisi toka tani? Me asnjë gjë, s'kemi ujë. Me çfarë do vadis? Keni hapur? Jo. Kush hap, pusë na fusha, pusi do 3 milion lekë atje ta. Pastaj me çfarë do korrentin, do investime të tjera. Do investime. Kështu që ne vojmë shumë për ujë. As rrugë, edhe as ujë për të pirë. Jo këto të tjerat. Unë më shumë paguaj taks se sa ujë t'ja argjoj. E bara të botin që e shpëtësuar ujë, a i thot nuk ka, thot ai. Që do bëj? Ai sistemi vaditjes nuk funksionon se u bë autostrada. Edhe që bën ata ujë që hidhësh ujë të këteja, e prishën. Edhe da bëjmë, po me sot e qa 20 vjetë, po thoj me. 25-30 ka që. Që e shkot. Prodhimet bujqësore këtu kanë marruar çdo gjë se gjerat janë sanafiu. Gjerat. Nuk klafosësh dot. As po plygimi, as po diskimin, as po farat, as po plerat, as për një gjë. Këtu kanë marruar çdo gjë. Vaditje s'ka, një ku prish që bëhet autostrada, dhe jo, s'ka, po bën më shpejt apo, jo, gjim para, ka shpejt, ka 25 vjet apo. Nuk ka ujë. Tërë kjo fusha e Cakranit. Në atë kohë vadit se ditë natë. Sa fshatra janë? Sa fshatra për në mbrojtje. Zonë Cakranit, Cakrani, Golsho, Varibobi ka andej, po Buzmalli s'ka. Buzmalli s'ka, Vrestra që. Vrestra se... Ure ujtë e vaditjes vite gjine... Gjithë kjo fush. Që nuk ka ujë. Ata pohojnë gjithashtu se as puse nuk mund të hapin tot, pasi janë shumë të kushtueshëm, ndërsa theksojnë se sipërfaqe të tëra kanë mbetur djerë. Sipas tyre, për shkak të mungesës së ujit për vaditje, janë fokusuar te kultivimi i bimëve furaxher, si jon, shtërfila apo tërshër. Po, ka shumë toka që ke të tëra i ke tokat më të shumta i ke bosh fare se s'kan mbetur djerë. Është therri themi neve.
edhe s'kan me çati punojnë, s'kan hujë që ti punojnë, duan punë shumë të madhe të bëjnë. Vetëm me tokat jetoni? Me tokat do jetojmë ne, me çfarë do ushqemi ne, vetëm ne tokat. Ne sytë e mend vetëm te kjo tokë këtu e kemi ja, mbollë ajo është tu një ndiz i vllai këtij, hajtë bëhet me ajo që atje. Ajo mbaron tash e thatë me këtë cyr. Pse? Se po të kishte ujë kanali, një pombi vjen në kanal atje, 50 metra zor do këtu, edhe vadit që bëhesh jo, le ti marr lekët, po ama të mbjem ujt të vadis, se s'është njëri kundërshtim. Që mos vadis. Ujtë është më kryesorja çështja e ujit. Ne s'kemi ujë për të pirë, jo dava vaditi që jo e jo. Si e keni Fusha- gjithë problemeve ditës tokave? S'ka, nuk ka, ku ta zgjidhsh? Ku ta zgjidhsh ti? Ai që ka para ka bërë një push. O ai që ka bërë nuk i del kostua. Ka lekë. Ore nuk i del kostua, qa? Është diçka kot. Njerëz janë larguar na e keqja, nuk janë larguar na e mira, sapo djeni. Unë janë ashi, konkretisht. Pse të më leni makina atje poshtë mua? I jap 5 lekë, e ti marri, halal ti ket. Po ai nuk më gjitet lart mua për arsye se ai bën copa makinën. Nuk gjitet dot vesh tek shtëpia. Nuk është një shtëpi, nuk është kryesorja. Plani kryesor ata këta thonë. Për këtë problematik shumë vjeçare banorë thonë se janë ankur vazhdimisht ndër vite, por situata avion të mbetet e pandryshueshme, ndërsa fshatrat boshatisen dita ditës, pasi jetesën e tyre kanë të bazuar te sigurimi të ardhurave nga prodhimet bujqësore. Ndërkohë nga informacioni marrë pranë njësisë administrative të Sakran, ende nuk ka një projekt konkret për rehabilitimin e sistemit vaditës në këtë zonë, me toka shumë cilësore të njohura si dikur hambari i Shqipërisë.